Nga 23 deri më 26 korrik, Sulihan dhe Kurshum Lihan do të shndrohen në skenat të muzikës klasike, operës, flamenkos dhe serenatës korçare. Programi i edicionit të parë të festivalit ndërkombëtar të muzikës Qarshia i organizuar nga Komuna e Çajirit u prezantua në një konferencë për shtyp. Të gjitha mbrëmjet fillojnë në orën 20:30, ndërsa hyrja për publikun është e lirë. I konceptuar si një platformë e re dhe e vazhdueshme kulturore, festivali Qarshia synon të bashkojë muzikën me trashëgiminë historike të Qarshisë së vjetër. Organizatorët paralajmëruan se edicioni i parë është vetëm fillimi i një ngjarje që synon të zëjë vend të përhershëm në kalendarin kulturor të Shkupit. Jemi në zemrën e Qarshisë së Shkupit dhe Qarshia e dim ne që asocion në kafe, në biseda, në art, në kulturë dhe gjithçka të bukur. Shkak i kësaj preskonferencë është festivali ndërkombëtar muzikor që për herë të parë bëhet këtu në Shkup, pikërisht në Qarshi, dhe këtu jemi me njerëzit që iniciuan këtë festival të jashtëzakonshëm, festival që bota i ka më herët, por ja që edhe ne sot i bashkangjitemi botës me këtë festival të mirë, fal kryetarit të komunës së Çajirit Izet Mexhiti, i cili sot është këtu me ne, fal divës tonë, mbar kombëtare, Inva Mulës, fal sopranos tonë shumë të mirë, Dëshira Ahmeti, fal ministrit të kulturës Sedat Sulejmani, fal deputetës tonë Saranda Imeri, fal drejtorave dhe gjithë tjerëve. Bëhet fjalë për 4 mbrëmje jashtëzakonisht të mira, të bukura, gjithmonë nën përzgjedhjen dhe dirigjimin e Inva Mulës dhe Dëshira Ahmetit. Me që rast i ftojmë të gjithë që këtë 4 mbrëmje të vinë të shijojnë muzikë të mirë. Sipas kryetarit të komunës së Çajirit, përzgjedhja e Sulihanit dhe Kurshum Lihanit nuk është e rastësishme, ndërsa festivali synon të rritet nga viti në vit në cilësi dhe përmbajtje. Çajiri përzgjeron kalendarin e tij kulturor me një tjetër ngjarje me rëndësi. Nga sot e deri më 26 korrik do të mbahet edicioni i parë i festivalit ndërkombëtar të muzikës Qarshia, një nismë që synojmë ta shndrojmë në një traditë të përveçme dhe ta zhvillojmë në një nga ngjarjet më të rëndësishme kulturore të qytetit. Festivali do të zhvillohet në Sulian dhe Kurshumlian, 2 prej monumenteve më të rëndësishme të trashëgimisë sonë kulturore, të cilat për 4 net do të mirëpresin artistë të njohur vendor dhe ndërkombëtar. Në drejtimin artistik të Inva Mulës dhe Dëshira Ahmetit, publiku do të ketë mundësi të ndjek një program të pasur me muzikë klasike, operë, flamenko dhe zhanre tjera që ndërthurin traditën me interpretimin bashkohor. Përzgjedhja e këtyre hapësirave nuk është e rastësishme. Qarshia e vjetër ka qenë gjithmonë një vend takimi i kulturave, njerëzve dhe historisë. Pikërisht për këtë arsye besojmë se është vendi i duhur që dhe arti të marrë një rol më të madh në jetën publike dhe të krijojë një lidhje të natyrshme mes trashëgimisë sonë dhe krijimtarisë bashkohore. Qëllimi ynë është që ky festival të zhvillohet në një platformë të qëndrueshme që nga viti në vit do të rritet në cilësi dhe përmbajtje, do të tërheqë artistë e vizitor nga rajoni dhe më gjerë, si dhe do të pasurojë ofertën kulturore të Shkupit. Ne besojmë se investimi në kulturë është pa që rëndësishëm sa investimi në çdo fushë tjetër të zhvillimit të qytetit. Sepse përmes projekteve të tilla krijojmë mundësi për artistët, ofrojmë përmbajtje cilësore për qytetarët dhe njëkohësisht kontribuojmë në promovimin e identitetit kulturor dhe historik të Çajirit dhe Shkupit. Ju ftojmë të bëheni pjesë e festivalit ndërkombëtar të muzikës Qarshia dhe të ndani me ne fillimin e një tradite të re kulturore për Çajirin dhe Shkupin. Këtë festival vlerësoi edhe Ministri i Kulturës dhe Turizmit Sedat Sulejmani, duke e vendosur në një kontekst më të gjerë kulturor. Ai lidhi Qarshin me festivalin Verat e Tovare, si 2 ngjarje që synojnë promovimin e kulturës shqiptare dhe se festivali në Qarshin e vjetër të Shkupit i jep ngjarjes një domethënie të veçantë, duke lidhur trashëgiminë kulturore në krijimtarinë bashkëkohore. Është shumë vështirë të jesh në një tavolinë bashkëbisedues me divën tonë, Inva Mula, edhe ta kesh fjalën mbas asaj, për arsye se duhet të jesh shumë i kujdesshëm se çka do të thuash. Ajo e elaboroi shumë bukur këtë festival që është edicioni i parë. Tani, para se të filloj ky pres, ne e pim edhe kafen e mëngjesit, bashkë me Avniun edhe me Dëshirën,
edhe biseduam në përgjithësi në lidhje me qashinë e Shkupit, me traditën këtu në Shkup, me jetën kulturore, por ra fjala edhe deri tek emrat edhe kuptimi emrave, po njëkohësisht edhe u bisedua se si njeriu gjatë jetës ndikohet nga kuptimi i emrit të vetë. Edhe unë aty e kuptova se Invamula e ka kuptimin të ndihmosh. Edhe ne jemi dëshmitar që Invamula ka qenë gjithmonë në ndihmë të gjithë qytetarëve apo të gjithë shqiptarëve anë mban ku jetojnë. Prandaj ndjej kënaqësi të jem sot këtu në mesin e saj, në mesin e dëshirës, në mesin e kryetarit komunës Çajirit. E uroj që ky festival tjetë jetë gjatë, tjetë tradicional, jashtë asaj se është e rëndësishme në aspekt kombëtar, po ashtu ky festival do tjetë i rëndësishëm për arsye se do të mbahet në qashinë e vjetër të Shkupit, edhe kjo ka një domethënie të veçantë për arsye se do tjetë edhe si një urë lidhëse mes kulturës tonë tradicionale edhe asaj bashkohore. Unë si Ministër i Kulturës dhe Turizmit do t'jem gjithmonë në përkrahje të iniciativave të kësaj natyre dhe shpresoj që gjithmonë bashkarisht kështu do të korrim suksese të mëdhaja. E uroj edhe një herë kryetarin e komunës, e uroj edhe divën tonë të dashur, edhe dëshirën si bartësit projektit që gjithmonë t'jenë në ndihmë të shqiptarëve. Tani më komuna e Tetovës me festivalin e saj Vera Tetovare, komuna e Çajirit me festivalin që sot e fillojmë me nën moton Qarshia, janë dy komuna të rëndësishme për shqiptarët edhe do t'i kemi dy festivale të mëdhaja që do ta promovojnë kulturën shqiptare. Drejtoresha artistike diva soprano Invamula cilësoi hapjen e festivalit si një dëshmi e fuqisë së artit për të krijuar bashkëpunim, ndërsa theksoi se programi është menduar të afrojë publikun përmes zhanreve dhe kulturave të ndryshme. Në radhë të parë, me një shpirt të madh që kontributin e kanë synim për të përçuar kulturë, për të përçuar art edhe dije. Kështu që jam shumë e lumtur dhe në radhë të parë kraun tim të djathtë, që në këtë rast është të majt, zotin Izet, i cili që në ditën e parë të kësaj thoja dëshire për të krijuar një festival këtu në Shkup, ka qenë ai që na ka shtyr për ta mbajtur fort këtë dëshirë, se nuk mjaftojnë dëshirat në jetë. Dëshirat të cilat nuk kanë rrugtim për një konkluzion nuk janë më dëshira. Kështu që unë ju falenderoj dhe jam shumë emocionuar që gjithë bisedat tona më në fund sollën këtë panel të bukur që të flasim për një festival të ri. Një festival i ri që hapet sot, kudo në botë, kudo që t'jetë, është, do thoja, një eveniment. Sot ne hapim lajme dhe dëgjojmë lajme të këqija, kudo në botë. Imagjinoni që hapet një festival në ditët e sotme. Ky është në një gëzim, jo vetëm për komunitetin, jo vetëm për Shkupin, jo vetëm për Ballkanin, për Europën, për gjithë botën. Them që ne me këtë festival hapim një rrugë të re të artit, të dijes, të bashkëpunimit, të paqes. Edhe kjo them që është edhe, do thoja, është edhe gjëja më e bukur që mund të ndodhi sot në Qarshi, në këtë vend që ju e thatë shumë bukur, që flet me tradit, flet me një histori të lashtë, dhe ne po përjetojmë emocione dhe do përjetojmë artistët, këto emocione të cilat janë të trashëguara dhe ne duhet i mbajmë të ndezura. Unë do të flisja, përveç të falenderimi që e kam vërtet me shumë zemër dhe doja ta thoja me zë të lartë, të gjithë ekipit tuaj, ne kemi qenë në komunikim të përditshëm, madje gjatë ditës ka pasur disa komunikime me gjithë ekipin tuaj dhe kanë qenë vajza të shkëlqyera, të cilat janë përgjigjur në mënyrë kaq, do thoja, profesionale dhe bën të mundur organizimin e këtij festivali. Do flisja pak për programin. Pse ne kemi menduar këtë program 4 ditor edhe shumë përfshirës. Donim që ta fillonim
të fusim disa zhanre të programi që të ngelet një festival ndërkombëtar, jo vetëm i muzikës klasike. Sot muzika duhet të jetë shumë demokratike, duhet të hapi dyer, duhet që njerëzit t'i afrojmë dhe mos ketë bariera kulturore, çdo njeri ta gjej vetveten. Duke qenë se kjo çarshia mbledh shumë njerëz të ndryshëm, pse mos jenë të gjithë njerëzit edhe me dëshira të kulturave të tjera të mblidhen në festivalin tonë. Dhe ky festival të bëhet një bulës e bukur komunikimi midis brezave, midis kulturave, midis gjuhëve dhe arti e ka këtë fuqi. Atëherë ne zgjodhëm natën e parë, e zgjodhëm më intime me një trio të 3 artiste të mrekullueshëm. Janë të 3 me origjinë shqiptare, po njëri vajza vjen nga Parisi, njëri vjen nga Italia dhe tjetri nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe mblidhen në një trio të bukur që kemi quajtur kohë të çmendura. Ashtu si kohët shkojnë shumë shpejt, po arti dhe vërtetësia e artit ngelen gjithmonë të ngulitura në secilin nga ne. Për të vazhduar nesër me një mbrëmje të mrekullueshme të një grupi flamenko i cili vjen nga Barcelona. Pse kemi bërë këtë zgjedhje, pasi do them vetë kjo kulturë fort e flamenkos spanjolle është shumë autentike dhe mendoj që kërcitja e këmbëve dhe ritmeve të flamenkos mund të shkonte shumë bukur, domethënë me shihen edhe me gjithë ambientin që ne kemi në çarshi. Dhe jam shumë e bindur që këto domethënë grupi spanjoll do bëjë më të mirën për ta vërtetësuar domethënë këtë ngjitje do thoya të çarshis me ritmet e flamenkos. Për të shkuar në një mbrëmje e cila do jetë shumë përfshirëse, kemi artistë të mrekullueshëm në skenë, ku një skenë e madhe po ndërtohet dhe po ta shikojnë më thënë për masave ndërkombëtare, kemi orkestrën, kemi dirigentin, kemi këngëtar të mrekullueshëm nga Franca, nga Rumania, nga Shqipëria, nga Shtetet e Bashkuara, nga vetë Shkupi, kemi një kor të mrekullueshëm të fëmijëve, kemi dashur që ta freskojmë gjithë këtë me korin Ocarina që vjen nga Prishtina. Pra, kemi një koncert Inva and Friends e kam quajtur, unë kam shumë dëshirë që emri im të jetë gjithmonë i përfshirë edhe i rrethuar me miq. Dhe kjo Inva and Friends mendoj që është, përveç se është artistike, por është shumë komunikative dhe shumë miqësore. Dhe kam dashur pikërisht të frymë miqësore ta sjell në këtë festival, që mos ketë bariera, të ketë vetëm një vërtetësi të madhe artistike. Dhe për ta përmbyllur me natën e fundit, me serenatën korçare. Pse është bërë kjo përzgjedhje? Unë e di që këngët korçare janë bërë këngë që tani nuk i dim ku e kanë zanafillën, dhe duhet ta sjellja këtë frymë autentike si këndohet nga serenatistët e vërtet korçar, ta sjellim këtu në Shkup. Dhe të gjithë do shikojmë që janë këngë që ne i njohim, po të interpretuara në autenticitetin e tyre, si janë krijuar më përpara, me tekste të përzgjedhura dhe do ketë dhe një narrativ të historisë së krijimit të këngëve korçare. Prandaj, po ta shikojmë, është një fresk i disa kulturave që të thua, po, si janë mbledhur këto gjini, po, pas ka shik dramacitet këtu, të ndryshme të cilat do të ndërthyen në i festival. Prandaj, festivali Çarshia guxon që të mbledhi edhe muzikën klasike, dhe folklorike, dhe ritmet të flamenkos, edhe bukurinë e serenatës, edhe mbi të gjitha sjell një art të vërtet për të krijuar një vazhdimsi që unë mendoj që e ka gjithçka potencialin e ka ky vend për të krijuar një festival ndërkombëtar që do t'i trashëgohet brezave. Dhe e lash për në fund, po jo më pak të rëndësishme, një nga personat që, domethënë, kemi ndëruar së bashku, po që është bashkëpunëtore në gjithë këtë rrugtim, është Dëshira. Një artiste e mrekullueshëm, një artiste që me dinjitet mban edhe domethënë një post të rëndësishëm në Teatrin e Operës dhe ka qenë urlidhja e Dëshira, ajo që ka bërë lidhjen e dëshirës, siç ka emrin, me praktikën për të arritur këtë rezultat. Kështu që ju falenderoj shumë edhe ju uroj të gjithëve që të kemi një festival të bukur që t'ja trashëgojmë brezave. Edhe unë me pak fjalë do ta përshkruaj, por e kam patjetër ta them, sepse nuk është hera e parë që Inva vjen
edhe për krah qytetin ton, për krah gjithmonë popullin shqiptar me projektet që ajo i mundson për të qenë prezente, por më thënë bashkë edhe me kryetarin kemi pasur dhe eksperienca të tjera që nga viti 2012 që sollëm dhe koncertin e madh të 100 vjetorit të pavarësisë së Shqipërisë, të shtetit shqiptar këtu në Shkup. Dhe pas asaj kemi pasur dhe projekte të tjera me radhë dhe e fundit ishte projekti që kishim bashkë me kryetarin për koncertin e 28 nëntorit këtu në Teatrin e Operës dhe Baletit të Maqedonisë, që ishte po në ditën e festës tonë kombëtare. Pra, e pranishme gjithmonë pranë nesh, edhe siç thamë që është kaq e madhe me emër dhe kaq e madhe me shpirt për popullin e saj. Jemi me fat që e kemi dhe ta kemi sa malet, sepse me vërtet e kemi shumë të nevojshme që të bëjmë gjëra të bukura në vendin tonë. Unë si dëshira sigurisht që kam një mision për qytetarët e mi, për vendasit, për gjithë popullin shqiptar në Maqedoni, si shqiptare e parë, si që tha dhe Avniu, vazhdoj të jem historikisht e para dhe vetmja soliste shqiptare në Operën e Shkupit, por aty nuk jam vetëm si një soliste, jam dhe me një mision për të prezantuar një artiste shqiptare të Maqedonisë dhe për të sjellë aty gjithmonë gjëra të bukura për popullin tim dhe për të lënë gjurmët për më tej për artistët e tjerë që do të vinë në këtë institucion edhe kështu me radhë. Atëherë festivali ishte një ide që e kishim folur me Invën më përpara dhe pas koncertit 28 nëntorit këtu në Shkup, që kishim në nëntorin që kaloi, deshim që ta shprehim këtë ide te kryetari dhe e folëm si shkurt, por pastaj na mirëpriti si gjithmonë me ideat tona edhe si gjithmonë për të pasur një begati në fushën e muzikës në të gjitha zhanret dhe veçanërisht në artin në një nivel më të lartë. Kryetari Izet Mexhiti gjithmonë na ka përkrahur. Pra e bëm një takim dhe në prill të këtij viti u takuam dhe e vendosëm që vërtet të bëhet ky festival dhe faleminderit për gjithë këtë përkrahje që ne sot jemi këtu dhe të fillojmë natën e parë të festivalit, siç e prezantoi dhe artistja jon e madhe Inva Mula. Do fillojmë me një trio sonte që vijnë nga Shtetet e Bashkuara, nga Italia dhe nga Franca. Shpresojmë që publiku do ta shijon dhe misioni jon dhe emri im si dëshira, ashtu siç tham se emrat kanë kuptim, nuk do ndalet me dëshira që kam për të bërë gjëra të bukura artistike në vendin tim, në Shkupin ton të dashur, Shkupin e të gjithë shqiptarëve që na bashkon. Fillimisht më lejoni t'ju shpreh mirëseardhje, mirë se erdhët në Shkupin Dardan, në Çarshinë e Vjetër, qytet me shumë histori dhe që ka lënë gjurmë pra në historinë tonë. Më vjen mirë që jam në krahun tënd të djathtë sot, Inva, për shkak se çdo herë të kam ndjekur nga televizioni dhe asnjëherë nuk e kam imagjinuar se do t'jemi kaq afër. Ne si popull jemi të shpërndar në gjithë botën, mirë po kultura, arti është ajo që na bashkon, që i ruan vlerat dhe traditat tona si popull. Prandaj të mos e zgjas edhe unë më tepër këtu, një falemnderim të posaçëm për kryetarin e komunës, zotri Izet Mexhitin, që mundsoi të mbahet një eveniment me rëndësi kaq të madhe për Shkupin. I ftoj gjithë qytetarët, edhe të Shkupit, mirë po edhe të qyteteve tjera mbar territorit, që të na bashkohen dhe ta shijojnë këtë program të larmishëm dhe dëshiroj Inva dhe dëshira shkëlqimin që ja jepni skenave botërore ta përcjellni edhe këtu në Shkupin tonë. Më 25 korrik mbrëmje gala Inva Mula and Friends do të sjellë në Kurshum Lihan artist nga vendi dhe skena ndërkombëtare, të shoqëruara nga Orkestra Simfonike e Shkupit Ajga në drejtimin e dirigjentit Ivan Eminović. Mysafiri i veçantë do të jetë edhe kori i fëmijëve Okarina nga Kosova në drejtimin e Elikona Hysa Shalës. Festivali do të përmbyllet me 26 korrik në Sulihan me programin Kujtimet e rinisë, kushtuar Serenatës Korçare, me interpretues Zhani Suliotin, Erika Ahmetin, Piro Vision, Nuqielin dhe Ilia Dokon, si dhe Kosta Zdrulin.